Si e parashikojnë Simpson të ardhmen? Ekziston një teori konspirative atje aq qesharake sa mund të jetë thjesht e vërtet. E po, e shihni, për 3 dekadat e fundit ka pasur një burim parashikimesh në lidhje me ngjarjet botërore që në një farë mënyrë ka qenë në gjendje t'i bëjë siç duhet. Nga parashikimi i rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2020 me Donald Trump deri tek bashkimi i Disney dhe Fox, The Simpson e kanë parashikuar atë jashtëzakonisht saktë, me shumicën e parashikimeve që ndodhin pothuajse një dekadë të plot më vonë. Simpsonët parashikojnë të ardhmen. A keni menduar ndonjëherë se si Simpson mund ta parashikojnë të ardhmen? Simpsonët parashikuan 3 herë. Simpsonët parashikuan të ardhmen. Oh, The Simpson. Si e parashikojnë The Simpson të ardhmen? Nuk ndalet me kaq. Dhe konspiracionistët e internetit kanë qenë të egër me pretendimet se Simpson është një medium i përdorur nga elitat në pushtetin e botës për të na treguar se çfarë po vjen, sepse është pjesë e komplotit tyre për të kontrolluar botën përmes programit parashikues. Apo si thua për faktin që krijuesi i shfaqjes është një mason ose një udhëtar në kohë i dërguar për të na paralajmëruar për të ardhmen. Të them të vërtetën, po bëj di si e shmendur. Por e vetmja pyetje që mbetet ende ishin parashikimet.